Në operacionin antidrog që u finalizua nga SPAK dhe autoritetet finlandeze morën pjesë 110 punonjës policie. Policia e shtetit ka vlerësuar pjesëmarrjen e policisë gjyqësore për ekzekutimin e masave të sigurisë që u caktuan në përfundim të hetimeve. Në fillim duhet të them që ky ishte një operacion i shkallë vështirësie mesatare, pra nuk është se ishte një shkallë të lartë vështirësie. Për ekzekutimin e 11 vendime masave të sigurisë nga gjykata dhe urdhërve të prokurorit janë angazhuar rreth 110 punonjës policie me një efektivitet goxha të mirë, ku 9 prej tyre janë arrestuar deri më tash, po ashtu siç edhe ju cekët më përpara vazhdon puna për kapjen e personave të tjerë. Ka raste për shembull që krijohet përshtypje e gabuar dhe perceptimi i gabuar që ne mbasi dalim në për konferenca shtypi ka përfunduar atë punë, ndërkohë jo, edhe gjatë kohës që ne flasim këtu, punojësit tanë terren vazhdojnë punën për ekzekutimin e urdhrave që nuk janë ekzekutuar akoma. Që është përfshirja që në kryet herës të oficerëve të policisë gjyqësore të policisë në hetim, gjë që na e ka bërë shumë të lehtë krahasuar me një pjesë operacionesh të tjera, ekzekutimin e masave të sigurisë gjatë operacionit sot. Se janë gjetur provat mjaftueshme që të shërbejnë si një bazë solide, jo vetëm për hetimin, por edhe për hetimin pasuror që ne do vijojmë gjatë periudhës në vijim. Grupet kriminale të goditura në bashkëpunim me SPAK dhe autoritetet finlandeze kishin baza në disa qytete të Shqipërisë, ku vepronin të lirë dhe për një kohë të gjatë, pa u identifikuar nga autoritetet falhetimeve të fsheta. Personat komunikonin me njëri tjetrin me platforma Telegram dhe Sinjal. 2 nga krerët e grupeve kriminale janë me origjinë nga Vlora. Pjesa tjetër ka qenë e përqendruar në Kuçov, Berat dhe në Tiranë.